janë diku 27.000 banesa që janë krejtësisht zbrasta. Një pjesë shumë e madhe e qytetit që është ndërtu nuk është në shfrytëzim, nga që banesat janë përdorur më shumë si investim se sa vende për banim. Rrjedhimisht, çiftet e reja që dojnë me nisë një jetë të pavarur, trit që dojnë me nisë një jetë të pavarur, të rinjt që dojnë me ardhur në qytet, me sjell talentet e tyre, me jetu në këtë qytet, me studiu apo dhe me nisë jetën e tyre, e kanë gati se të pamundur për shkak të çmimeve ekstremisht të larta të banimit. Që ka ardhur koha që nga fjalë të shumta të kalojmë në vepra. Politika kryesore që adreson çmimin e banimit është politika e cila e fut një pjesë të madhe të këtyre banesave në treg, si për qira, si për shitje, që është taksa për mos shfrytëzim. Ndaj sot po e nisim peticionin për të mbledhur nënshkrimet për ta bërë ndryshimin ligjor në tatimin pronë, për të futur edhe një nen i cili e mundson aplikimin e taksës për mos shfrytëzim. Ne nuk jemi parti parlamentare, ndaj e zgjodhëm këtë rrugën e gjatë edhe nga fjalët po kalojmë sot në vepra që t'i mbledhim nënshkrimet dhe po shpresojmë që për 6 muaj sa kemi kohë t'i mbledhim nënshkrimet e nevojshme për këtë nismë ligjore, themelot edhe parlamentit dhe zhbllokohen edhe procese në nivel nacional që të mund të merret kjo parasysh edhe të nisë ky proces ligjor.